Me mbroma dhe mirë se vini në War Report, do t'jeni me mua Sali Doçen për gjatë minutave në vijim në ekranin e ABC News për të njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore sa i përket asaj që është kryefjalë e mediave ndërkombëtare, luftës në lindjen e mesme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli po zhvillojnë kundër Teheranit pas një sër raportesh të mediave ndërkombëtare bazuar në deklaratat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe presidentit të tyre Donald Trump për negociata mes Washingtonit dhe Teheranit, ka tashmë diçka të qartë. Irani ka refuzuar planin me 15 pika të dorëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u kundërpërgjigjur Washingtonit me një plan me 5 pika dhe ka treguar edhe një herë tjetër se qëndrimet e palëve janë kontradiktore. Teherani ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dëmshpërblejnë dëmet e shkaktuara nga sulmet e tyre në Iran, ka kërkuar njëjtë të sovranitetit mbi ngushticën e Hormuzit, ndalim të armiqësive në të gjitha frontet, garanci se nuk do të ketë më sulme të ardhshme ndaj Iranit, por gjithashtu edhe një tjetër element të rëndësishëm të jetë Irani ai i cili do të vendosë se kur do të përfundojë ky konflikt. Por si arritëm deri këtu? Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaruan se Pakistani, një ndër 3 vendet negociatore, i kishte dorëzuar Iranit një plan me 15 pika për arritjen e paqes në lindjen e mesme. Washingtoni kërkonte që Irani të shkatërrojë objektet e tij të pasurimit të uraniumit të afta për të ndërtuar një armë bërthamore, Fordo, Natanz dhe Isfahan. Ndër të tjera kërkohej që të ketë një pranim nga ana e Teheranit për të mos zhvilluar sistemin apo programin e tyre të raketave balistike, duke kufizuar rrezën e tyre të veprimit. Sa i përket shkatërimit të objekteve të afta për të pasuruar uranium për krijimin e armëve bërthamore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin kërkuar që ky aktivitet të mbikëqyre nga energjia nga Instituti apo i energjisë atomike i njohur nga Kombet e Bashkuara. Ndërkohë, ndër kërkesat e tjera të rëndësishme të Shteteve të Bashkuara, ose e thënë ndryshe edhe bonus që mund t'i jepë Iranit, lidhe me faktin se Teherani do të lejojë të kishte një program bërthamor për qëllime civile, kryesisht për prodhimin e energjisë elektrike, por në të njëjtën kohë do të kishte edhe një heqje të sanksioneve në rast se Teherani do të pranonte këtë marrëveshje paqe e cila ju kundërpërgjigj, duke thënë se nuk e pranon dhe se ka 5 kërkesa të cilat do duhet patjetër që të zbatohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të mund të ketë bisedime reale. Diçka e tillë nuk solli një reagim të menjëhershëm të Donald Trump, por një reagim nga zëdhënësja e Shtëpisë Bardhë, sekretarja e përshtyp Caroline Levitt, e cila në një konferencë përshtyp deklaroi se Irani bën mirë të pranojë se e ka humbur këtë luftë, ose në të kundërt Ferri do të shpërthejë mbi të. Të gjitha këto zhvillime vijnë ndërsa Pentagoni amerikan ka konfirmuar tashmë zyrtarisht se divizioni 82 po zhvendoset drejt lindjes mesme 3000 forca ajrore të afta për të dislokuar brenda 18 orëve në çdo cep të globit, do të shkojnë tashmë drejt lindjes mesme në atë që është konsideruar një presion maksimal ndaj Teheranit për të dhënë fund konfliktit. Caroline Levitt deklaroi se të gjitha objektivat janë arritur dhe se janë përpara agjendës parashikuar për mbylljen e këtij konflikti brenda 4 apo 6 javë, ndërkohë që pas deklaratës së saj ka pasur një sër raportesh të mediave ndërkombëtare kryesisht bazuar në raporte izraelite që thonë se konflikti do të mbyllet brenda 6 javëve të tij, siç kishin vendosur Shtetet e Bashkuara të Amerikës në nisje të këtyre operacioneve ushtarake. Ndërkohë, Irani nuk është ndalur për të bombarduar vende të ndryshme të rajonit, por kryesisht edhe Izraelin. Pamjet publikuara kudo në rrjetet sociale kanë treguar shpërthime masive në Dimona dhe Haifa, por nuk ka pasur dëme të rënda apo fatalitete sa i përket viktimave dhe të plagosurve. Ishte komandanti i forcës hapësinore të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, i cili tha se këto sulme ishin një mesazh i qartë në përgjigje ndaj asaj që Teherani e përshkroi si një retorik kërcënuese nga presidenti amerikan Donald Trump. Teherani nuk është ndalur dhe kufizuar vetëm me goditjet e tij ndaj Izraelit, por një tjetër sulm ndodhi përgjatë ditës së sotme në aeroportin e Kuvajtit. Pamjet që shihni në këtë moment në ekran tregojnë një shtullung të madhe tymi pasi njëri prej dronëve iranian arriti të godiste një depo nafte pranë këtij objekti kaq të rëndësishëm. Ndërkohë e kam thënë gjithmonë përgjatë këtyre 3 javëve se Izraeli është rikthyer sërish në një luftë në të gjitha frontet, dhe gjitha kjo pasi ushtria izraelite është angazhuar në çarmatosjen e Hezbollah në jug të Libanit, duke detyruar atë të ndërmarrë sulme të shumta ajrore, por edhe inkursione toksore drejt zonave të kufive me Libanin. Benjamin Netanyahu ka dhënë një deklaratë mbrëmjen e sotme ku ka deklaruar se ata po mendojnë të zgjerojnë operacionet e tyre në Liban, një fakt në fakt i raportuar nga mediat ndërkombëtare me një ambicie të Tel Avivit e cila është përshkruar nga Axios si një dëshirë për të shkuar deri në kufijin të lumet litar
kanë në jug të Libanit me qëllimin kryesor për të çarmatosur Hezbollah, një ndër milicitë mbështetura nga Irani në rajonin e lindjes meshme dhe një mision ky i cili nuk do të ishte një pushtim, por bërja e asaj pune që Izraeli thotë se duhet ta kishte bërë qeveria libaneze bazuar edhe në një mision të kombeve të bashkuara. Ndërkohë, do të ndalemi në tjera informacione për të folur tashmë për luftën në Europën lindore. Ukraina ja ka dalë për gjatë javëve të fundit shënjestroi objektiva të rëndësishme ushtarake në Rusi, por ka edhe incidente si ky që ka ndodhur për gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të mërkure. 2 dronë ukrainas kanë kaluar në hapësirën ajrore të Estonisë dhe Lituanisë, ku në Estoni ka pasur një goditje në xhakun e një termocentrali në qytetin Auvere, ndërkohë është konfirmuar se nuk ka pasur dhe gjithashtu edhe të plagosur. Është ky një tjetër moment i cili tregon interceptimin e valve të dronëve, të cilët si shënjestër kryesore raportohet nga mediat ndërkombëtare se kishin Shën Petersburgun në Rusi. Informacioni i fundit për cilin do të ndalem në zhvillimet kryesore të ditës lidhet me atë se çfarë po ndodh me luftën në botë. Nga makinat tek armët është kjo historia e Volkswagen, sipas asaj që raporton Financial Times, e cila ka deklaruar se lideri i Gjermani i automjeteve, pas një periudhe të vështirë ku tregu po dominohet nga makinat elektrike të prodhuara kryesisht nga Kina dhe pas një rënje rekord të shitjeve, po mendon që një fabrik në veri perëndim të Gjermanisë në bashkëpunim me kompaninë izraelite të mbrojtjes Rafael Advanced Defense System ta kthej në një fabrikë ushtarake për të prodhuar edhe sistemin e mbrojtjes Iron Dome. Janë këto raporte të cilat vijnë nga Financial Times, ndërkohë që një zëdhënës i Volkswagen ka mohuar pretendimet duke thënë se nuk mund të ketë komente të mëtejshme, megjithatë shtoi se kompania do të mbetet e fokusuar në prodhimin e automjeteve dhe se nuk do të ketë një ndryshim drejt industrisë armatimeve të cilat janë përfolur prej kohësh, me një Berlin i cili ka shtuar shpenzimet ushtarake, por gjithashtu edhe mobilizimet në ushtrinë e tij. Ishin këto disa prej zhvillimeve kryesore të ditës së sotme, të raportuara në mediat ndërkombëtare sa i përket konflikteve më të nxehta globale. Do të ndalemi në pjesën e parë të programit për të diskutuar refuzimin që Irani i bën Donald Trump, ndërkohë që në pjesë të dytë një fokus të veçantë do të kemi tek bilanci i kësaj lufte dhe refuzimi që amerikanët kanë sa i përket vijimit të operacioneve ushtarake në lindjen e mesme. Të gjitha këto me njëherë vetëm pas siglës. Më bashkohen mbrëmjen e sotme në program, Egon Loli, gazetar. Zoti Loli, me mbrëma, kënaqësi t'ju kem mbrëmjen e sotme në program. Faleminderit. Ndërkohë, në një komunikim të drejt për drejt nga Gjermania, do të jemi së bashku me analistin e zhvillimeve ndërkombëtare, zotin Lulzim Veliu. Zoti Veliu, me mbrëma, kënaqësi t'ju kem në program. Mirë mbrëma, kënaqësia është imja. Raportet ndryshme të Iranit që thonë se nuk patëm kur negociata me Shtetet e Bashkuara. Vetëm disa minuta më parë, Abbas Araghchi, ministri i jashtëm i Iranit, deklaroi se nuk ka bisedime e nuk do të ketë bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diçka që ngjan kontradiktore kur flitet për një Teheran i cili në median shtetërore të tij thotë se ka refuzuar një plan me 15 pika. Çfarë po ndodh me negociatat? A do të kemi një Iran i cili do të rezistojë dhe do të prish planet e Amerikës për përfundimin e këtij konflikti brenda 6 javëve? Po, unë mendoj se tentativat e Iranit do të vazhdojnë për të prishur planin e Shtetit Bashkuara të Amerikës që kjo luftë të mbyllet brenda 6 javësh, me aq fuqësi sa ata do të arrijnë dhe do të mundohen, pra që në një farë mënyre e gjithë ajo propagandë që bëhet në mediat dhe në politikën iraniane shfrytëzohet për konsum të brendshëm, duke pasur parasysh se kemi të bëjmë me një shtet jo vetëm diktatorial, por ndoshta i kalon edhe kufit deri në shtet terrorizëm përkundrejt popullit të tyre, duke pasur për bazë se brenda një periudhe të shkurt kohore sa viktima kemi pasur, vetëm pse protestohej në mënyrë shumë të qetë dhe normale për vendet demokratike. Pra, bëhet fjalë për një pushtet që i afrohet një 50 vjeçari dhe si i tillë ata kanë shumë të vështirë që të hapin rrugë dhe të lirojnë, dhe të lënë pushtetin, mirë po
Mirë po, unë jam mëse i sigur se një gjë e tillë do t'ju ndodhë shumë shpejt, edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në fakt, më shumë se për ndrim pushtetish në Iran, janë të interesuar që të arrijnë një marrëveshje e cila do të ndalonte Iranin në pasurimin e uraniumit për nevoja luftarake apo ushtarake dhe për çka u po qartë edhe në propozimin 15 pikësh ku Shtetet e Bashkuara ishin të gatshme që ta ndihmojnë Iranin dhe të jenë bashkëpunues për në prodhimin e atomit për nevoja energjetike, por jo për të shkuar drejt asaj për armatim dhe për çka i kanë edhe synimet kryesore, pra tash e sa vite. Dhe unë edhe është pa qartë se ditëve të fundit kemi pasur ka pasur humbje të mëdha Irani, jo vetëm materiale, por ka pasur humbje të mëdha edhe në njerëz, sidomos edhe në ata udhëhecit kryesor të shtetit, pra duke filluar që nga dita e parë e luftime për të vazhduar edhe ditët në vijim, dhe unë mendoj që nuk do t'jetë dita e largët kur ata do t'grejnë flamurin e bardhë. E qartë, ndërkohë, zoti Loli, kemi një Iran i cili refuzon se ka pasur negociata, por në të njëjtën kohë kundërshton edhe një plan të Donald Trump, i dërgon një kundër propozim, por thotë se nuk kemi ulur në këtë tryezë të bisedimeve. Kanë qenë zhvillime intensive për gjatë 48 orëve të fundit me një Donald Trump i cili thotë se në fakt ka një tentativë për marrëveshje, ka një Iran i cili ka pranuar të mos ketë kurrë armë bërthamore, thotë se kanë folur me ata të cilët do të jenë liderët e një regjimi të ri, ndërkohë refuzohet diçka e tillë ose mohohet diçka e tillë, siç është pak më parë edhe nga vetë ministri i jashtëm i vendit. Kush po luan blofin në këtë situatë dhe çfarë po ndodh realisht? Shiko, është e vërtet që ka patur raportime të shumta dhe të ndryshme në media sa i takon Ecurisë së një bisedimi të mundshëm për një marrëveshje eventuale. Për të përgjigjur drejt për drejt pyetjes tënde, unë mendoj që është pikërisht presidenti Trump ai i cili po luan blofin në këtë moment, edhe Irani duke e kuptuar shumë mirë këtë, po tregohet, po themi, intransigjent të paktën në këtë fazë të parë të mundësisë për ulje në bisedime, dhe mendoj që ka një farë të drejte, sepse duke parë edhe historikun e 2 viteve të fundit të negociatave midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Iranit, ka ndodhur që 2 herë kur kanë qenë në tryezën e bisedimeve për çështjen e programit bërthamor të Iranit, ka ndodhur që është sulmuar dhe çdo lloj negociate është ndërprer. Për të thënë që në fakt negociatat janë përdorur si një mjet për të shpërqendruar vëmendjen ndërkombëtare dhe opinionin publik ndërkombëtar, dhe ndërkohë që, po themi, poshtë tyre po përgatitej një sulm, siç ndodhi në vitin 2025, siç ndodhi jo më larg se diku tek 26 ditë më parë në 28 shkurt të këtij viti. Tani, e vërteta, unë mendoj që do duhet presim edhe të paktën 2 ditë për ta kuptuar në strukturën e saj të plot. Po themi, nëse sot është ditë e mërkurë, duhet presim deri të premten sipas vetë deklaratave të presidentit Trump, e mbaj mend nga aeroporti i Tennessee, ku tha që do të ketë 5 ditë armëpushim, ndërkohë që tha se ishtin zhvilluar 2 ditë të mëhershme, po themi, diskutime me palën e Iranit. Ka shumë arsye pse mund të themi që presidenti Trump po luan blofin. Së pari është situata e brendshme, ndoshta do kemi mundësi që ta shtjellojmë më tej. Së dyti është çështja e rritjes së tej mase të çmimeve të energjisë, duke futur këtu edhe çmimet e aksioneve në bursë. Mos harrojmë periudhën midis të hënës edhe të premtes, ku bursa është, po themi, e hapur maksimalisht. Ai ka bërë deklarata të tilla që mund të sillin një farë relaksi të situatës në bursë, por ndërkohë 2500 marinsa janë të paktën sipas raportimeve, sepse edhe në këtë pjesë raportimet janë kontradiktore. Ka raportime që thonë janë nisur, ka raportime të tjera që thonë përgatiten për të nisur, po ende nuk janë nisur, po e supozojmë se janë nisur, pra drejt Iranit. Nëse presidenti Trump
është dhe të paktën nga deklaratat e të fundit, edhe nga deklarata e aeroportit të Tennessee, edhe nga deklarata e një pasditeje, po themi më pas, unë fitova përshtypjen që presidenti Trump dëshiron realisht që ta mbyll këtë luftë, sepse ka kosto të jashtëzakonshme për kësaj. Politike, ekonomike është premtimi që ka dhënë. Ka kosto politike, ka kosto ekonomike, ka kosto geopolitike. Të mos harrojmë që një nga objektivat e luftës asimetrike të Iranit është që të vendos në kontradikt aleatët e Gjirit Persik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ata po goditen për shkak se aty ka baza amerikane. Dhe shumë analistë prej vendeve të Gjirit. Sa Gjirit. legjitime është kjo? Shumë analistë prej vendeve të Gjirit thonë që supozohet që bazat amerikane të ishin aty për të mbrojtur vendet e Gjirit dhe jo, të paktën ata e kanë argumentin dhe e çojnë deri në ekstrem në këtë rast, dhe jo që të shërbenin si një mburoj për Izraelin. Pra duket sikur bazat në Gjirin Persik shërbejnë thjesht si një, po themi si një shield për Izraelin dhe jo për të mbrojtur vendet e Gjirit Persik në thelb. Tani, diskutimet janë të shumta, unë them që duhet të paktën personalisht preferoj që të mbaj një qëndrim ende mos besues, edhe pse jo refuzues ndaj propozimit të presidentit Trump, ndaj 15 pikave të presidentit Trump, duke pritur ditën e premte. Dhe nuk po dua të zgjate më tej, por po them këtë gjë që kostot e kësaj lufte janë të mëdha edhe në sensin tjetër, që nëse ne shohim, po themi 15 pikat, ato janë të fokusuara kryesisht tek çështja bërthamore të pasurimi uraniumit, janë të fokusuar tek aleatët e aksit të rezistencës së Iranit, Hezbollahu, Houthit në Yemen, janë fokusuar edhe tek programi balistik raketor për kufizimin e rrezës së raketave dhe përdorimin vetëm për mbrojtje. Tani, në qoftë se do merremi vetëm me thelbin që është programi bërthamor i Iranit, ne shohim se ky 15 pikësh na kthen në vitin 2015. Me marrëveshjen e Obamas. Pra është një regres, unë thash dhe më në emision. Aty do të rrotullohet e gjitha. Pra, tani, unë po e lë me një pikpyetje. Përse na shërbeu e gjitha kjo që të ktheheshim në vitin 2015, kur kishim mundësi që të mos dilnim nga kjo marrëveshje në vitin 2018, për të ardhur në këtë situatë që do duhet pastaj të bënim regres. Një luftë. Ndërkohë, zoti Veliu, pam për gjatë kësaj fundjave një zhvillim të rëndësishëm sa i përket atyre që konsiderohen sekretet e Iranit. Të gjithë dinim se Teherani gëzonte, ose më saktë kishte raketa deri në 2500 km me rrezë veprimi, por ajo çfarë ndodhi me një sulm të targetuar i cili dështoi në Diego Garcia, tregoi se kapacitetet e Iranit janë vërtet panjohura. A mund të jetë kjo një ndër arsyet pse Donald Trump po kërkon ta mbyll ndoshta edhe më herët se sa ishte planifikuar këtë konflikt, ndonse e përsia ushtarake e Shteteve të Bashkuara është e ditshme? Po nuk diskutohet një gjë e tillë, pra që diferenca e ushtrisë amerikane me Teheranit është e padiskutueshme në këtë kontekst. Mirë po, po shihet qartë se nuk kemi pasur një ritëm mjaftueshme për kapacitetet ushtarake dhe fuqarake të Iranit, këtë u dëshmuan edhe me ato raketa pra që i kalojnë për shumë kilometra ato çfarë ne kemi ditur deri më tani se ekzistojnë. Mirë po, megjithatë, unë mendoj se njërin nga problematikat më të mëdha që e shtyn Trumpin, që të mendoj për mbylljen e kësaj lufte sa më shpejt, janë edhe humbjet e mëdha si në aspektin material, por edhe në atë politik. Pra jo vetëm ekonomik, por edhe atë politik. Kurse në anën tjetër, ne jemi dëshmitar të asaj se edhe vendet antarët të NATO-s, aleatët kryesor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës refuzuan që të bëhen pjesë në ruajtjen e kanalit, pra dhe e pa në një farforme një kthyrje shpine edhe nga aleatët që janë që gjithë antarët të Aleancës Veri Atlantike, pra janë shumë faktorë të cilët ndikojnë edhe do ta shtyjnë Trumpin që të mendoj për arritjen e një marrëveshje sa më shpejt për të mbyllur këtë luftë e cila po shihet se ka pasoja të mëdha, jo vetëm për rajonin, por edhe për të gjithë të tjerët. Të ndalemi pak dhe të shohim çmimet e energjisë, çmimet e karburanteve ku kanë arritur në këtë periudhë. Sot në Gjermani është diskutuar se në qoftë se do të kemi vazhdim të luftës, do të kemi mungesa të naftës. Do të keni racionim, apo jo?
Po pra nuk diskutohet ma vetëm për çmimin, por diskutohet edhe për mungesën dhe një ndarje pra do të jetë e kufizuar se sa do të ketë mundësi për të marrër. Pra edhe në qoftë se do të jesh i gatshëm të paguash 5 euro litër, nuk do të kesh mundësi të marrësh sa të duash. Pra janë të gjitha pasoja pikërisht nga kjo luftë që po na del edhe me përmasat të papritura edhe të pa paramenduara mirë para fillimit të saj. Qartë, në fakt edhe vetë Ursula von der Leyen tha 2 ditë më parë në atë që ishte një deklarat e ashpër në Parlamentin e Australisë, se po shkojmë drejt një bote mizore e cila nuk njeh më kufit asaj se çfarë është e mira dhe e keqja. Egon, le të ndalim së bashku një tjetër perspektivë të këtij konflikti dhe mbi atë që e konsiderojmë shpeshherë për të pasur një parashikim se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim. Amerika thotë se do të ketë një val ferri mbi Iran nëse nuk pranon se e ka humbur këtë konflikt dhe nuk pranon një marrëveshje e cila do sillte armë pushime më pas edhe do ta çonte rajonin e lindjes mesme drejt një paqeje që askush nuk diti përgjigjet se sa do të zgjaste. Por, teksa kemi një Teheran i cili refuzon kërkesat e Amerikës, çfarë mund të ndodhë në ditët në vijim kur flasim për kapacitetet ushtarake amerikane? 5.000 marinarë të dërguar që përpara 10 ditëve, të cilët kanë bërritur pranë detit arabik, një njësi speciale me 3.000 forca, divizionit 82 i aftë për të kryer operacione ajrore, të cilët janë operacione të cilat i pam dhe pam efektet e tyre në Venezuelë, ndonë se Trump nuk e ka ende të qartë se Irani nuk është Venezuela, të paktën bazuar në deklaratat e tip publike. Ku do të jetë targeti i radhës i Amerikës? Shiko, se kemi haruar të përmendim një element shumë të rëndësishëm që është Izraeli. Është në fakt strumullari i gjithë këtij muhabeti, sepse kjo luftë në kuptimin e kohës pikërisht tani nisi për shkak të Izraelit, jo se Irani nuk është faktor destabiliteti në atë rajon dhe jo se Irani nuk i bën të gjitha ato që thuhet që i bën. Në fakt, kjo është deklaratë që hap për diskutim, nëse flasim për një vend i cili tregon se ka kapacitet raketor për të goditur deri në Diego Garcia, pastaj më duhet pyes, a? Çështja është që Izraeli ka kapacitet bërthamor, po askush nuk po dyshon që Izraeli do përdor bombën bërthamore tani. Për të kërcënuar. Po pra, dhe çështja është sipas të gjitha informacioneve të institucioneve të inteligjencës dhe të sigurisë, Irani, pavarësisht se i ka, nuk kërcënonte që do t'i përdorte në këtë moment. Pra, unë po them që Irani është ai që është dhe nuk dyshojmë për këtë gjë. Çfarë të fresem? Por në këtë moment, lufta nuk nisi sepse kishte një informacion të verifikuar ose real, dhe kjo është e dukshme dhe nga deklaratat që nuk përputhen njëra me tjetër midis sekretarit të luftës, sekretarit të shtetit, presidenti Trump. Megjithatë, deklaratat e Trumpit s'përputhen me deklaratat e askujt, ai e ka zakon këtë gjë. Por po them këtë që arsyeja pse nisi lufta në këtë moment është pikërisht ajo që ka thënë sekretari i shtetit Marco Rubio, dhe unë zgjedh t'i besoj atij sepse është shtetar serioz, që ka thënë që kishim informacion që Izraeli do të godiste, kështu që ne bëm një preemptive strike, pra një goditje parandaluese, që të mos prisnin pastaj përgjigjen e Iranit në Izrael dhe në bazat, po themi, amerikane. Po kjo i takon fillimit të luftës. Dhe besoj që edhe për palën që e mbështet këtë luftë, unë mendoj që kjo është e qartë dhe nuk ka dyshim për këtë gjë. Tani, pse e përmenda Izraelin? Sepse Izraeli është një nga momentet kyçe për të kuptuar pra mënyra se si Izraeli do të veprojë, është një nga çështjet kyçe për të kuptuar nëse do të vijojë lufta në tërësinë e vet apo do të mbyllet siç presidenti Trump, të paktën nga deklaratat, po dëshirojnë që të mbyllet. Dhe qëndrimi i kryeministrit Netanyahu është për vazhdimin e luftës. Dhe në fakt, pavarësisht se sipas raportimeve nuk ka patur, po themi, goditje të mirëfillta nga bazat amerikane, apo nga aeroplanbajtësit amerikane, apo nga avionët amerikanë, ka vazhduar nga Izraeli. Pra Izraeli dhe Irani po vazhdojnë luftën, ndërkohë që presidenti Trump po përpiqet që të bëjë një marrëveshje, të ulë palët në tavolinë dhe të arrijë atë 15 pikë. Pra, ju mendoni që Izraeli kërkon që kjo konflikt vazhdojë, sepse raportet ndryshme thonë që në fakt është Tel Avivi i cili po kërkon që të ketë një mbyllje të shpejtë për shkak edhe të këtij kërcënimi që vijnë nga raketat hipersonike të Iranit, të cilat janë pothuajse të pamundura për të interceptuar. Shiko, unë mendoj këtë gjë që në fazën ku konflikti gjendet në këtë moment, ose duhet që të bëhet vërtet një marrëveshje shumë e mirë, le të kapemi, po themi, tek kjo që presidenti Trump po përpiqet që të çojë përpara,
ose lufta veç se do të zjerohet edhe do të thellohet edhe në përdorimin e arsenaleve të tjera që besoj të gjitha palët ende nuk i kanë përdorur, se patjetër nuk është se vetëm Irani ka raketa të gjeneratës së fundit dhe hipersonike dhe me rezet gjatë. Patjetër Izraeli dhe Shtetet Bashkuara i kanë dhe shumë të mira, e kjo nuk diskutohet. Pra kjo na çon tek zgjerimi dhe thellimi i konfliktit. Por Izraeli në fazën ku ndodhet me qeverinë, se nuk duhet harrojmë edhe po themi politikën e brendshme, gjeopolitika në një farë mënyrë është reflektimi i asaj që ndodh brenda shtetit. Në fazën e vet politike ku ndodhet, ka një qeveri e cila jo vetëm ka një mbështetje po themi të vogël mes elektoratit në Izrael, por presioni i elektoratit, i qytetarëve të Izraelit është shumë i madh që konflikti të vazhdojë. Dhe për më tepër, jo vetëm qeveria, por ke dhe një opozit që është akoma edhe më agresive për vazhdimin e konfliktit. Ne dëgjuam Avgidor Liebermanin, një nga drejtuesit e opozitës, dje që tha Izraeli duhet të vazhdojë luftën edhe nëse Amerika tërhiqet. Kështu që këtu ka një analistë ndryshëm e kanë diskutuar këtë edhe publikuar në mediat e Izraelit, për shembull në Times of Israel. Ditën e djeshme po e lexoja që po thoshin po krijohet një çarje midis Izraelit dhe Amerikës pikërisht për këtë gjë. Një çarje që nuk është më shumë një çarje midis dy liderëve, Trumpit dhe Netanyahut, se sa është në fakt një çarje strukturore, sepse strukturalisht publiku amerikan, votuesi amerikan nuk e do luftën, për arsyet që i dim dhe që i kemi përmendur. Kostot, e tjerë, humbjet e jetëve. Mbi gjitha se për këtë arsye votua Donald Trump. Për të gjitha sepse është elektorati që votoi Donald Trumpin, ndërkohë që publiku izraelit është publik që e do luftën për çështjet të asaj që ti the, për çështjet sigurisë, sepse mendon me të drejtë, mendoj unë që raketat e Iranit në një moment qetësie, në një moment ose një moment tjetër do ta godasin. Kështu që e ardhmja e kësaj lufte, unë them që ngelet ta shohim ditën e premte. Ka raportime, ka analiza që thonë do të ndalet, unë nuk jam i sigurt, me thënë të drejtën, por siç nuk jam i sigurt gjithashtu edhe për analiza dhe për, po themi, për prognoza që thonë që lufta do të vijojë më tej. Unë uroj dhe shpresoj që të ndalet, por ende nuk jam i sigurt për këtë. Të qartë. Mirë, ne do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë për të diskutuar pasojat reale të kësaj lufte dhe çfarë mendojnë qytetarët amerikanë sa i përket konfliktit në rajonin e lindjes mesme. Dhe mbi 20.000 marinar kanë mbetur të bllokuar në ngushticën e Hormuzit si pasojë e luftës që ka shpërthyer në lindjen e mesme me Iranin që ka bllokuar një ndër nyjet kritike të transportit botror. Shifra u konfirmua nga sekretari i përgjithshëm i Organizatës Ndërkombëtare Detare, i cili paralajmëroi se ekuipazhet po përballen me stres, presion psikologjik dhe lodhje si pasojë mungesës së furnizimeve të nevojshme në mënyrë që anijet të vijojnë lundrimin. Organizata Ndërkombëtare Detare deklaroi se po kërkojnë një korridor humanitar i cili do t'ju sillte dalje të sigurt anijeve nga zona. Rreth 4 javë luftë në lindjen e mesme kanë sjellë pasoja katastrofike edhe në humbjet e jetëve në rajon si pasojë e konfliktit, që prej 28 shkurtit raportohet se humbjet e jetëve kanë arritur deri në 2700 persona në të gjithë rajonin. 1500 persona kanë mbetur të vrarë në Iran si pasojë sulmeve të përbashkëta amerikano-izraelite, 1094 persona janë vrarë nga operacionet izraelite për çarmatosjen e Hezbollah në Liban, ndërsa viktima ka pasur edhe në vende të tjera që nuk janë përfshirë drejt për së drejti në konflikt. Sulmet iraniane kanë lënë të vrarë 80 persona në Irak, 8 në Emiratet e Bashkuara Arabe, 6 në Kuvajt, 3 në Oman dhe nga 2 të vrarë në Arabinë Saudite dhe Bahrein. Sulmet e Iranit kanë vrarë gjithashtu edhe rreth 20 persona në Izrael, ndërsa mbi 4800 civil të tjerë janë plagosur në këtë shtet. Lufta e nisur në lindjen e mesme ka pasur një kosto të konsiderueshme edhe tek Shtetet e Bashkuara, të cilat në betejën kundër Teheranit kanë humbur 13 ushtar. Shifrat e viktimave në lindjen e mesme po rriten çdo ditë, ndërsa deri tani nuk ka shpresa për një fund të shpejtë të konfliktit. Fatalitetet të larta brenda rajonit lindjes mesme në atë që nëse do ta konsiderojmë me luftrat e ndodhura për gjatë viteve të fundit, teksa flasim për një Ukrainë e cila në 4 vite luftë ka mbi 15.000 viktima civil, flasim për një rajon të lindjes mesme ku vetëm në 3 javë luftë kemi mbi 2700 të vrarë nga të gjitha palët e përfshira në konflikt. Zoti Veliu, për ta parë së bashku këtë perspektivë e cila
në pamjet parë duket sikur nuk do të ketë një rritje të numrit viktimave, të paktën nga vendet e gjirit, por jo nga palët e përfshira siç janë Izraeli, Libani, por edhe vetë Irani, ndërkohë që kemi edhe 13 ushtarë amerikan të vrarë në këtë konflikt. Fatalitetet të mëdha, dëme kolosale jo vetëm për ekonominë botërore, por edhe për mbar rajonin, tensionet shtuara. Rikujtoj se ditën e djeshme raportova një Arabi Saudite e cila po i thoshte Trumpit mos e ndal luftën sepse kjo është mundësia për të riformzuar të gjithë rajonin. Çfarë pritet ndodh? Do të ketë një përshkallëzim sa i përket të vrarëve dhe personave të cilët do të humbasin jetën përgjatë këtij konflikti? Po, unë mendoj dhe fillimisht duhet pajtohem me atë se Izraeli është i interesuar që në çdo mënyrë ta vazhdoj luftën, pasi duhet pasur një gjë për bazë, si Izraeli ashtu dhe Irani i llogaritën si dy nga fuqitë kryesore në atë rajon. Dhe Izraeli mundohet që në çdo mënyrë të shfrytëzojë këtë rast, pra kur pjesë e luftës janë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra me intervenimin e fundit 28 nga shkurti i vitit i këtij viti, pra mundohet që në çdo mënyrë të shfrytëzojë rastin dhe të jepet një grushti përfundimtar atij regjimi totalitar, atij regjimi terrorist që është në Iran, me shpresën se do të kemi një rikthim të Iranit në rrugën e drejtë, në rrugën demokratike dhe do të kemi qeverisje më të drejtë dhe më popullore në atë pjesë, pra edhe për ta shprehur, për ta shfaqur atë fuqinë e tyre që e kanë në ushtarake por edhe të armatimit. Dhe nuk është larg mendsh që mund të vijë një moment që Izraeli mund edhe të përdor edhe ndoshta edhe armët bërthamore, vetëm që ti realizoj qëllimet e tij pra për mposhtjen e atij pushteti në Iran. Unë mendoj se luftimet do të vazhdojnë, megjithatë duhet pritur dita e premte për të parë se çfarë do të sjellë, pasi ne gjithë e dimë se ultimatumi 48 orë i Shtetet e Bashkuara apo i presidentit Trump u zgjat vetëm nga presidenti Trump nga 48 orë në 5 ditë, dhe pikërisht është e premta kur do të kaloj ai afati 5 ditor dhe do të shohim se çfarë do të sillet, apo do të kemi ndonjë marrëveshje apo do të kemi një valë të re bombardimesh të cilat do të drejtohet Iranit, edhe nga Shtetet e Bashkuara, por edhe nga Izraeli, i cili jo vetëm në Iran, por ja tani kem parë edhe kundër forcat të tjera që ka bërë në ato sulme, pra që numri i të vrarëve në Liban ishte parafërsisht domethënë kalonte 1000, më tepër se 1000 persona që kanë humbur jetën nga sulmet e Izraelit që është bërë kundër Hamasit dhe forcave të tjera ekstremiste në rajon. E qartë, ndërkohë, Egon, theksova se numrat më të larta të fataliteteve edhe në kronikën që ndoqëm janë tek pikërisht Irani me mbi 1500 vrarë, për të vazhduar më pas me Libanin, i cili është një front i kësaj lufte me Izraelin, por theksova gjithashtu edhe blokimin në ngushticën e Hormuzit të 20.000 marinarëve dhe më shumë se 2.000 anijeve. Organizata për transportin detar thotë se po bën presion dhe ka negociata për të lejuar një kalim të sigurt të tyre. Mendon se do të ndodhë diçka e tillë nga ana e Iranit, do të ketë një lejim që këto cisterna të largohen, këto anije të largohen dhe këta qytetarë cilët ndodhen të bllokuar të mund të shpëtojnë? Unë mendoj që kurdo që tjetë dhe kurdo që të ndodhë eventualisht një ulje në bisedime, nëse do ndodhë gjithmonë, besoj që kjo do tjetë çështja më urgjente për t'u adresuar dhe për t'u zgjidhur që ngushtica e Hormuzit të lirohet edhe të vijoj, po themi, kalimi i lirshëm i anijeve tregtare të naftës. Aty sigurisht që në këto momente që ne flasim kalojnë shumë pak, pra nga 120 ndoshta anije në orë ose në ditë, tani se nuk dua të jem gabim, diku rreth vetëm 5, dhe janë kryesisht vendet cilat India, Kina, Sri Lanka, që Irani po them i ka lejuar që të kryejnë këtë. Mos harrim nga ana tjetër që edhe pse me kapacitet teje të reduktuar, sigurisht të pamjaftueshëm për të kënaqur nevojat e tregut energjetik, vazhdon edhe po themi tregtia e naftës përmes portit të Fuxharas
Emiratet e Bashkuara Arabe, që është sa del nga ngushtica e Hormuzit, dhe përmes një pipeline që të nxjerrë në portin e Janbus në Arabinë Saudite në detin e Kuq. Megjithatë, kjo është thash tejet e pakënaqshme në raport me po themi tregtinë dhe sasinë e madhe të rezervave të naftës që transportoheshin përpara. Irani ka bërë deklarata që sigurisht janë deklarata në kuadër të situatës së luftës, ku çdo vend që nuk është Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të kaloj, por garanci për këtë gjë nuk ka, sepse raketat e Iranit janë aty dhe mbrojtja është pothuajse papërfillshme në një distancë, pra në një ngushticë që jo vetëm shihet me sy të lirë, por është e arritshme edhe përmes mjeteve që janë raketore, përmes artillerisë. Pra me artilleri, me po themi me 12.7, po themi, ti mund të dalësh nga njëra anë e ngushticës edhe të godasësh edhe të arrish anijen. Pra nuk ke nevojë as për mina detare. Jo, minat janë tjetër gjë. Irani ka thënë që nëse do të përshkallëzojë situata përpara ditës së hënë, pra nëse Amerika dhe Izraeli do të godisnin, po themi, objektivat energjetike të Iranit, do të vendoste mina detare. Po, ka mina që janë mina me kontakt, si minat e zakonshme, ka dhe mina që janë mina me, po themi, me frekuencë, që janë mina nëndetare dhe që shpërthejnë momentin që detektojnë, po themi, frekuencën sipër të anijes. Pra nuk kanë kontakt fare, po janë diku rreth 5.000 të tilla në stoqjet e Iranit, të raportuara nga mediat ndërkombëtare, po që deri tani nuk raportohet që Irani t'i ketë vendosur përderisa ato 5 anije në ditë, po themi, kalojnë aty. Mendoj që kjo është çështja kryesore dhe më e parë për të zgjidhur urgjentisht në një moment eventual të uljes në bisedimet, që të mos haroj një rol shumë të rëndësishëm, ndoshta qendror, në treshen Egjipt, Turqi dhe Pakistan, ka padyshim Turqia përmes ministrit të saj të jashtëm Hakan Fidan, i cili ka luajtur një rol të madh në 26 ditët e luftës me Iranin, në diplomacinë e vendeve të gjirit dhe diplomacinë ndërkombëtare përtej vendeve të gjirit, që të mundet të kemi një marrëveshje, po themi, dhe një ulje bisedime, e cila ngelet ende për të parë se sa do të realizohet. E qartë, mirë. Do të ndalemi në një tjetër zhvillim për të ndjekur një tjetër material të përgatitur, i cili flet sigurisht për atë çfarë mendojnë amerikanët për luftën në lindjen e mesme, ku duhet thënë se qëndrimi i tyre duket se në një mënyrë apo në një tjetër po fundos në aspektin politik Donald Trump. Ndjekim materialin dhe kthehemi në studio. Shumica amerikanëve besojnë se veprimi i fundit ushtarak i Shteteve të Bashkuara kundër Iranit ka shkuar shumë larg dhe shumë janë të shqetësuar se si do t'i përballojnë karburantet. Sipas një sondazhi nga Associated Press Nork, vlerësimi i performancës së presidentit Donald Trump mbetet i qëndrueshëm, por konflikti mund të shndërrohet shpejt në një barkë të madhe politike për administratën. Ndërsa Trump po vendos më shumë anije luftarake dhe trupa në lindjen e mesme, rreth 59% amerikanëve thonë se veprimi ushtarak në Iran ka qenë i tepërt, ndërkohë 45% janë jashtëzakonisht ose shumë të shqetësuar për mundësinë e përballimit të naftës në muajt e ardhshëm, nga 30% në një sondazh të kryer menjëherë pasi Trump fitoi mandatin e dytë. Megjithatë, ekziston mbështetje konsiderueshme për të paktën një nga objektivat e presidentit, i cili është parandalimi i Iranit nga pajisja me një armë bërthamore. Rreth 2/3 e amerikanëve thonë se ky do të jetë një qëllim i politikës së jashtme, jashtëzakonisht ose shumë i rëndësishëm. Megjithatë, ata thonë se gjithashtu është e rëndësishme të parandalohet rritja e çmimeve të naftës dhe gazit në Shtetet e Bashkuara, një kundërvënie që mund të jetë e vështirë për të menaxhuar nga shtëpia e bardhë. Rrëzimi i udhëheqësve të Iranit shihet si më pak i rëndësishëm, vetëm rreth 3 në 10 thonë se është të paktën shumë e rëndësishme që SBA-t të zëvendësojnë qeverinë e Iranit me një që është më miqësore me interesat amerikane. Rreth 4 në 10 të rritur amerikan vazhdojnë të miratojnë performancën e Trump si president, e cila është e pandryshuar nga muaji i kaluar. Miratimi i tij për politikën e jashtme, ndërsa më pak i ulët se miratimi i tij i përgjithshëm, gjithashtu mbeti kryesisht i qëndrueshëm. Sipas sondazhit, rreth gjysma e të rriturve amerikan kanë vetëm pak besim ose as pak te Trump kur bëhet fjalë për marrjen e vendimeve të duara në lidhje me përdorimin e forcës ushtarake jashtë Shteteve të Bashkuara.
Rikthehemi në program, një kundërshtie e hapur e amerikanëve për luftën që po zhvillohet në lindjen e mesme dhe më kujtohet se si në rrjetet sociale u bë me një nisje e këtij konflikti me qytetarët amerikanë ku mbi 50% e tyre nuk dinin të vendosnin as gishtin në hartë sa ku ndodhej Irani, duke treguar kështu interesin primar të amerikanëve mbi ata të cilët kanë zgjedhur duke përmundur këtu sigurisht presidentin amerikan Donald Trump. Egon, një qëndrim i rëndësishëm i amerikanëve përballë zgjedhjeve afatmesme, të cilat do të vendosin edhe disi fatin politik të 2 viteve të ardhshme të Donald Trump dhe shumicës që ai aktualisht zotron. Amerikanët pakënaqur, të cilët e thon qartë, të dhanë votën për të sjellë paqe, jo për të sjellë luftë, ndërkohë ke bombarduar të paku 7 shtete që përgjuar në detyrë. Çfarë pritet të ndodhë? Do të ketë një ndryshim të qëndrimit të popullit amerikan nëse Trump arrin ta mbyll luftën apo do të jetë diçka të cilin do t'ja mbaj mend dhe do t'ja shpreh, le të themi, edhe mërzin në kutitë e votimit? Po shiko, kjo së pari kanë drejt populli amerikan që mendon ashtu, sepse janë deklarata publike të zgjedhurit të tyre dhe i zgjedhuri duhet të mbaj përgjegjësi për ato që thotë dhe për mënyrën se si i zbaton pastaj ato që thotë. Kështu që në këtë pikë të parë ata kanë të drejtë, por pastaj në reputacioni i administratës Trump dhe i vetë presidentit Trump do të varet shumë nga mënyra se si do të vijojë më tej kjo histori. Pra, së pari nëse do të vijojë lufta apo jo, dhe së dyti, madje edhe së treti, po së dyti, nëse lufta do të vijojë, i kujt do të jetë faji që lufta do të vijojë, si do të lexohet kjo në opinionin publik, se bën vaki që vërtet amerikanët dhe izraelitët, po them amerikanët, të shfaqin vullnet të mirë dhe të fortë që të ulen në tryez dhe të bisedojnë, por mund të jetë Irani ai që mund ta shtyj pas, po them, këtë ofertë. Dhe atëherë e drejta shkon tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse po thotë që ne po ta ofrojmë një marrëveshje aty. Dhe pastaj e treta është që nëse po themi kjo situatë përfundon me këtë 5 ditor, pra deri ditën e premte, ose le të themi me këtë 20 ditor deri në datën 9 prill të raportuar nga disa media, varet se si do të shitet kjo në publikun amerikan, sepse qartë asnjë nëse përfundon kështu siç është tani, kjo nuk është fitore për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse nuk janë mbritur objektivat madhor të tyre. Por përveç çmimit të naftës dhe patjetër të energjisë, të cilat janë rritur në mënyrë domethënëse sidomos në swing states dhe sidomos në ato shtete të cilat ja kanë dhënë votën Trumpit në Amerikë dhe ka një rekord historik për presidentët amerikanë, të cilët zakonisht historia na thotë që e kanë humbur zgjedhjet e mesmandatit, pra kanë humbur Kongresin ose Senatin, ose të dyja bashkë. Pra ka një rekord historik, aq më tepër kur futesh në situatat koklavituar siç është lufta që ka dhe harxhim. Por më lejo të them një arsye shumë të thjeshtë me laps edhe me letër, sepse presidenti Trump i ranë të dhe tha që më mirë të kërkoj një marrëveshje dhe të përpiqem që të dalë fitimtar me një marrëveshje, të paktën për të realizuar objektivat madhor, se sa të vazhdoj të harxoj më tepër. Sipas revistës The Economist tani, para 5 ditësh e fundit, ka një llogaritje të kostove dhe të harxhimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në 16 ditë të para, në 2 javë të para të luftës. Dhe kjo kosto është 20 deri në 26 miliard dollar. Është e pakonceptueshme. Është konsiderohet në bazë të, po themi, të këtyre shifrave si hapja më e shtrenjtë në historinë e njerëzimit e një fushate ajrore luftarake. Absolutisht më e shtrenjta. Ja ka kaluar madje dhe hapjes fushatës për bombardimin e Libis në 2011, kur ishte Muammar Gaddafi. 300 raketa Tomahawk, me qindra raketat të tjera, ato që janë që janë ajër tokë për njësoj siç raketat Tomahawk godasin objektet dhe këtu janë përgoditje objektesh, se s'po vjen emri tash. 140 interceptor Patriot, 150 interceptor THAAD, po mos harrojmë që janë me miliona një interceptor. Mos harrojmë bombat të lëshuara Bunker Buster që janë për objektivat balistik dhe bërthamor që ata i kanë përmale. B-52-shve dhe B-52-shve, i cili është gjithashtu ka qenë intensiv në ditët e fundit. Patjetër, përdorimi pastaj i F-16-ave, i F-22-shave, i F-35-ave. Gjithë kjo sasi gjigande dhe jashtëzakonisht moderne, patjetër e fjalës fundit e armatimit amerikan, ka kushtuar
Pra, nëse do ta zëvendësonim sot, ata kishin bërë një llogariti që do të kushtonte nga 20 deri në 26 miliard dollar dhe më e keqja nuk është se Kongresi nuk e ka mundësinë që po themi siç ka kërkuar sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth edhe një 200 miliard dollar që po themi shtim fondi për luftën. Problemi është se ti nuk e ke të mundur praktikisht që ti zëvendësosh kaq shpejt, sepse kompanitë duan vite që ti prodhojnë një sasi të tillë. Për shembull, interceptorët THAAD janë porositur në vitin 2023 dhe kanë ardhur pas 3 vitesh. Shumë pjesë për ta mbyllur, shumë pjesë të raketave super të shtrenjta, të raketave Tomahawk të ushtrisë amerikane prodhohen me minerale të ralla që vijnë nga Kina. Pra, edhe sikur ti do të ketë një zinxhir shumë afatgjatë pasorave. Edhe sikur ti kesh tani në moment 26 miliard dollar në xhep, ti prap nuk i prodhon dot kaq shpejt. Prandaj kostoja e jashtëzakonshme e këtij operacioni në 2 javë të para, unë mendoj që presidentin Trump e ka bërë të reflektojë që sa shtrenjtë mund të shkojë kjo afatgjatë. Dhe ai ka menduar që mund të jetë një. Ndërkohë, zoti Veliu, e goni foli për kostot ekonomike, unë dua të të pyes si do të shpëtojë Donald Trump nga ky telar që i ka hapur vetes me kostot politike të cilat parashikojnë sondazhet. Unë mendoj se shpëtimi i Trumpit do varet gjithmonë nga rezultati i përfundimit të kësaj lufte, arritja apo mos arritja e objektive kryesor pra për çka është filluar kjo luftë. Pra në fund të ditës, pas gjithë atyre humbjeve, shpenzimeve, por edhe humbjes së jetëve të qytetarëve amerikanë, të cilët shkojnë mijëra kilometra në vendet që nuk i gjejnë as në harë për të luftuar, familjarët janë shqetësuar dhe nuk e dëshirojnë një luftë të tillë, pasi që nuk ka të bëjë direkt me mbrojtjen e një interesi të ngushtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo rastësisht u votua presidenti Trump, jo rastësisht erdhi në pushtet. Pra ishte ky president i cili u premtoi amerikanëve se do të bëjë gjithçka të mundur për të fuqizuar dhe rritur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra ne dim të gjitha veprimet e tij për një vit të gjysmë apo 2 vite mandat në krye të Shteteve të Bashkuara që i bëri me taksat kundrejt vendeve të ndryshme, duke filluar edhe me aleatet e përvazhduar edhe me fuqitë e tjera pra si me Kinën, dhe në qoftë se në fund të ditës nuk do të dalin me një fitore, nuk do të dalin me arritjen e objektivave kryesor, politikisht do të jetë i dënuar nga elektorati amerikan dhe partia e tij, po e themi, pasi vetë zoti Trump nuk e ka drejtin as të kandidimit për një mandat të ri, pasi që është mandati i tij i dytë dhe si i tillë pra me mbarimin e këtij mandati do përfundon mundësia e tij për të qenë presidentit e Shteteve Bashkuara të Amerikës, mirë po do të dënohen republikanët dhe do të humbin pushtetin në të tashme. Gjë që nuk është shumë e rëndësishme në këtë moment. Në këtë moment është e rëndësishme jetrat e njerëzve që po humbin. Është e rëndësishme arritja e marrëveshjes dhe arritja e objektiva, pra largimin e atij pushtetit totalitaro terrorist në Iranit. Dhe në qoftë se një gjë e tillë arrihet, atëherë edhe humbjet politike për zotin Trump do të jenë më të vogla. Te dhe qartë. Zotë Veliu, falenderoj që ishe mbrojtjen e sotme me mua në War Report. E gon kënaqësi të kisha mbrojtjen e sotme në program. Kemi mbritur në fund të War Report edhe për mbrojtjen e sotme. abcnews.al është adresa ku informonin kohë reale për të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni e botës, si dhe mund të na ndiqni në Radio ABC 105 FM. War Report rikthehet sërish nesër mbrëma në orën 21. Deri atëherë, bashkë natën e mirë.